A je student ose studente, eja me mu ta tregoj një vend që me shumë gjas nuk e ke ditë që ekziston, edhe mundet me ta ndryshu krejt mënyrën qysh studion, por edhe qysh krijon. Kjo është qendra për student e hapur nga Vorae. Ka kant të leximit, ka bibliotek, mundeni edhe me u relaksu, ka edhe gjana tjera që ju tregojmë vazhdimisht. E nëse ke dëshirë edhe ide me realizu ndonjë podcast ose video të shkurt si kjo që jetu e pa, eja me mu poshtë ta tregoj një vend që t'i ofron krejt mundësit për me bo diçka të tillë. Po mundesh edhe me printu edhe me marrë letrat me veti për përgatitjet që i ke bo. Këto është vendi ku mundeni me i realizu podcastet, e pas përfundimit bisedave bashkë me mysafirët e juaj, keni gjithçka me bo. Për shembull, mundeni me marrë vetën në video lojra ose me marrë vetën në ping-pong. Okej, do me thonë, siç po e shihni, ka edhe këngë të muzikës. Nëse keni nevojë për ushtrime shtesë në piano, në kitarë ose instrumente tjera, këto është vendi për ju. A je lodh shumë? Okej, mundesh me marrë kafe ose çaj. Shumë e rëndësishme, të gjitha këto mundësi që i pat janë krejtësisht falas për të gjithë studentët e Republikës së Kosovës. Edhe po, lokacioni është shumë afër kampusit universitar, për me marrë më shumë informata, ju e shkruani në emailin zyrtar, të cilin e gjeni këtu poshtë ose në rrjetet sociale të Voraes.